përfshin një të bënte gjithë bllokun e vendeve të Gjirit kundër Iranit. Po, do kishte krijuar një vllavrasje mes muslimanëve shiit dhe sunit, duke dobësuar në tërësi faktorin musliman dhe duke bërë një tabula rasa, një tokë të djegur për avancimin e mëtejshëm të Izraelit për sundim dhe kontroll të një territori të gjatë të asaj që njihet si Izraeli i madh në librat e shenjtë, pra një proselitizëm dhe sionizëm që synon të implantojë një shtet të madh në atë rajon dhe të kontrollojë të gjithë aktorët e tjerë. Por nga ana tjetër, këto vendet e Gjirit, duke qenë se e din këtë, kanë treguar vetëm për mbajtje dhe për shembull Arabia Saudite, që është antagoniste direkt e Iranit, intereson që Irani dhe Izraeli të dobësojnë njëri tjetrin, ndërkohë që vetë mos përfshihet në një konflikt. Pra, është dy anshme. Sigurisht ka dhe një specifik të vetë atje. Është dy anshme interes. Mënyra se si foli Donald Trump kur tha se kam kënaqësi që të njoftoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendi i Iranit kanë patur dhe gjatë viteve të fundit bisedime, optimizëm u duk i tepruar apo gjithmonë me atë që nisën bisedën për të qetësuar tregjet? Zoti Trump do të kuptojë kë ka folur, sepse ai tha kam folur me liderin e vërtet të Iranit, por që nuk që nga lideri suprem i ri i zgjedhur. Kështu që duhet kuptuar se me kë ka folur zoti Trump, sepse kreu i parlamentit iranian e mohoi të gjithë Ministri i jashtëm e mohoi, kështu që prandaj them që duket si një spekullim për të qetësuar tregjet dhe për të luajtur bllofin, qoftë me Iranin dhe mund të jetë dhe një taktik për të marrë kohë në mënyrë që ushtria amerikane të riorganizohet dhe të dërgojë kapacitete ushtarake, por dhe logjistike në mënyrë të shtuar drejt, siç e përfolur që janë nisur rreth 5000 ushtarë të tjerë bashkë me një luftarake, sepse duhet thënë kjo që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë pasur qëllim që të bëjnë një luftë të shkurtër, afat shkurtër dhe të shpejtë, një blitzkrieg. 4-5 javë ishte në fillim të nisjes. Edhe pse mund të kontradiktor, që i atashojt Izraelit, por kështu po shkojnë gjërat në fakt. Një blitzkrieg që nuk ndodhi sepse ka një gjë domethënëse, një luftë e shpejtë, ka numra të caktuar ushtarësh, furnizimesh, mjetësh luftarake që kanë nevojë edhe për azhërnime, për mirëmbajtje dhe do duhet të bëjnë kilometra apo javë apo muaj të tërë që të shkojnë në bazë dhe të kthehen prapë. Stoku i furnizimeve gjithashtu nuk ishte menduar për një luftë kaq gjatë, ndërkohë që Irani ka 2 dekada që përgatitet për të përballje. Nëse Izraeli dhe Amerika synonin një luftë goditëse të shpejtë dhe të shpallin më pas fitore, kjo nuk ndodhi dhe tashmë ata nëse detyrohen që të përfshin një luftë afat gjatë, do duhet dhe të marrin kohë dhe nëpërmjet dhe deklaratësh të tilla dhe të rreshme, duke luajtur bllofin, që të riorganizohen për ta goditur më fort kundërshtarin. Se u duk pak a shumë kontradiktore ajo që bëri Benjamin Netanyahu orë përpara se Donald Trump të njoftonte këtë arbushim 5 ditor, kur i drejtoheshë Europës për të qenë në krah atë që bëri edhe Donald Trump ditë më përpara, por Europa dhe vendet e NATO-s Donald Trump ka mbajtur 3 qëndrime të ndryshme për rreth një javë për ngushticën e Hormuzit. Në fillim tha që do ta zhbllokojmë ne me forcat tona, do eskortojmë anijet që kalojnë aty. Pastaj tha shikoj, di që ne nuk kemi nevojë fare për trafikun e tyshëm sepse ne jemi një vend vetë prodhues gjigant, vendi prodhues më i madh i naftës në botë, kemi rezerva të jashtëzakonshme. Dhe nuk prekemi. Dhe ne janë të tjerë që preken, kështu që le të ndërhyjnë ata që preken më shumë, Bashkimi Evropian, Japonia, Korea e Jugut. Pastaj doli me një qendrim tjetër ku tha se të përbashkët, pra duhet një ndërhyrje përbashkët dhe jam i zgënjur tha që nuk angazhohen faktorë të tjerë si Europa dhe NATO, ndërkohë që tani kalojmë tek një qendrim i katërt që është le të themi detant e përkohshme që duket dhe shpresdhënëse, nëse do të ishte e vërtet. Po shohim që përsa nuk konfirmohet nga Irani janë lojra fjalësh. Mendon që është bërë më i vështirë se me këtë negociohet dhe kush mund të negociojë në emër të Iranit, të Ajatollahut të ri, për cilin ka informacione se nuk është mirë që nga plagosja e 28 shkurtit nuk e kemi parë në publik, por kush mund të komunikojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mas 24 ditësh konfliktit armatosur? Nuk mendoj se në Iran ka hendek pushteti, sepse kushtetuta dhe ligjet e atjeshme janë të atilla që i gjithë strukturat e zinxhirit komandues, qoftë politik, qoftë ushtarak, ripërtërihet pavarësisht se kush eliminohet. Pavarësisht rreziku është ky që ata që janë kundër palë negociuesi mund të jenë më si thua të vijës së hekur se të mëparshme. Për shembull, Lariani që u vra ishte një person që konsiderohet filozof dhe që ishte ftuar bisedonte me Shtetet e Bashkuara në Tryezë për çështjen bërthamore, që në kohën e Obamës dhe më mbrapa. Pra të vrasësh një person të tillë dhe të pretendosh që mund të vijë një person më i zbutur nga bombardimet është pak një utopi
ta mendosh. Kështu që ka interlokutor, por mund të jenë më agresiv dhe me këmbët më të ngulitura fort të cimentuara fort në pikpamjet iraniane. Duke qenë se tashmë jemi në situatë lufte dhe jo më paqe dhe bisedimesh.